Aksin rrugor Qiflik-Debërc, kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu e quajti një ndër akset më të rëndësishme në këtë komunë dhe një rrugë që është kërkuar nga qytetarët me më shumë se 3 dekada. Ai tha se po përmbush edhe një premtim për projektet infrastrukturore, duke pohuar se kjo rrugë do të jetë një urë lidhse dhe një projekt në dobi të Qiflikut dhe Debërcës, por edhe gjithë komunës së Zhelinës. Aksi rrugor Qiflik-Debërc është me gjatësi 1.6 km dhe gjerësi 5 metra. Blerim Sejdiu tha se nuk do të ndalet me kaq dhe pret që hapja e kësaj rruge të ndikojë edhe në zhvillimin e biznesit. Bisedojmë për një rrugë që është 1600 metër e gjatë dhe 5 metra e gjerë. Dhe normalisht se kjo rrugë nuk do ngelet me kaq, këtu kemi në plan që të vazhdojmë me investimet e kësaj rruge, duke ndërtuar trotuare në vazhdim, duke investuar po ashtu ndërtimin edhe të ndriçimit publik që do ju shërbej pra qytetarëve të dy fshatrave, Qiflik, Debërc, por jo vetëm edhe fshatrave tjerë siç janë Lërca, për arsye se edhe ata frekuentojnë çdo ditë në këtë rrugë. Unë pres nga ky investim që kjo zonë të zhvillohet në aspektin biznesor dhe menjëherë pasi kemi ndërtuar këtë rrugë, kemi aplikime në komunë për zhvillim të zonës, zhvillim të bizneseve të reja dhe normalisht ky është edhe qëllimi jon që çdo cep dhe çdo kënd të komunës tonë ta zhvillojmë dhe ta bëjmë si zonë ekonomike apo më një fjalë të zhvilluar për çdo kënd. Por kreu i komunës së Zhelinës nuk u ndal me kaq. Në rrjetet sociale njoftoi përfundimin e rrugës Debërc-Qiflik, siç thot një rrugë që nuk ka ekzistuar e që bëhet për herë të parë. Sipas tij, kjo rrugë ka qenë kërkesë e vjetër e shumë qytetarëve, që lidh njerëzit, familjet e fshatrave dhe se ky investim do të mundsojë zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Ndryshe, më 28 prill, kryetari i komunës së Zhelinës Blerim Sejdiu, bashkë me zëvendës ministren e transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri, promovuan përfundimin e fazës së parë të projektit për rikonstruimin e rrugës për në fshatrat Merov, Sallarev, me gjatësi prej afër 3 kilometrash, me 5 metra gjerësi asfalt, ndërsa bashkë me bankina rruga Arin, gjërsinë 6 metrash, me gjithsej 13.000 metra katror sipërfaqe të asfaltuar.